mund t'ju japësh atë si duhet, se ata me research bëjnë, me lexim, me përvojë nga jeta aty e fusin në arsyetim. Janë të mrekullueshëm. I përshëndes. Varet nga sasia dhe nga cilësia. Unë kam bi 10 vjetë që po jam mësim. Kuptova unë shumë që. Edhe s'kam pas me asnjë student, asnjë problem, asnjëherë. Aq të mirë jam. Se ullat të gjën... Po brez teknologjia, zemër që kalamo me celular më dorë, këto thonë që është keq, po i gjotë mirë e ka. Po flas me shkollën, me studentat e shkollës sime. Po ti lirë jetë mësim? Ku? Në Itali, për kryesisht, janë këto workshop, stage... Mirë? Të mirë janë? Jo, studentët flasë, mirë? Mirë. Kanë interes, në? Të thash, të kuptoj sepse është do gjë nga cilësia, mbi gjitha dhe pasaj sasia që a jep maestro mësuesi studentit. Sa atraktiv bëhet që nëpërmjet një diçkaje të punoj atë që pra duhet ta sjellësh te... Unë zakonisht orët e para kam prezantim deri nga origjina, mënyra se si ka ardhur, ku po banon, a është miqëra, është i pavarur, a punon, a s'punon, që t'je gjej gjithë ato pikat ku mund lidhet tema. Se shpesh jap psikologji që ka lidhje me këtë, shpesh jap sociologji që prap ka lidhje. Si vjet ishte i lëndë fantastike, ishte si përdoren këto opinionet publike, publiku, se tash i publiku është fut online edhe reagon në diplomaci. Ishte një mrekulli kjo lënda që më dhanë si vjetë. U knaqem dhe unë të studentët. Operoj pastaj, dikush kur s'ka kohë punoj dhe online. Po do me thënë, ajo që nuk e kam rregulluar dot me këta që t'ja bëj qartë që në fillim, është që të ruajnë kontaktet me pedagogët, kur ka një problem ose një gjë, një pedagogu që është më afër studentëve t'ja komunikoj që ka vështirësi me këtë ose me atë, dhe rrinë se janë shumë të urtë dhe rrinë e majnë problemin brenda. Kjo nuk... Këto, po s'ke kohë për gjitha. Pra nuk e hasur, themi një... S'ke kohë për gjitha. Një shfrenim të sjelljes ose të... Jo, asnjëherë s'ka ndodhur. Janë të... Kur? Në kuadrat. Jo. Bravo. Jo, pastaj mos harroj që ato në një universitet privat, ato paguajnë që të vinë. Edhe që aty krijohet pesha... Nuk e bën pagesa seriozitetin, po... Jo, e bën, sepse ai e di që ka një Shumë veta kujtojnë se duke paguar çdo gjë është e skontuar, çdo gjë është do rrjedhi se s'bën, kupton? Jo, përkundrazi po hasin shumë vështirësi. Kjo është pika që unë dua që të rregulloj me ato. Domethënë, mos them që në disa herësh më vështirë se vetë. Thjesht kanë parën dhe thonë do marr votën, kupton? Nuk është se kanë, me shumë sakrifica disa. Me shumë. Nuk është se kanë, disa punojnë. Ta them nga një eksperiencë të vajzës, sepse edhe unë private e kisha shkruar në Itali, dhe ndodhi që shoqja e saj më ngushtë ishte te kapitulli 7 i librit dhe këta ishin te 2-shi. Dhe tha, dëgjoj, do më heqesh nga privatja, erdhi vetë, se unë nuk... Do më heqesh nga privatja dhe më çosh ke shtetërorja, sepse materiali që këta përtypin dhe avancimi i studimit është komplet. Prandaj ta bëra këtë pyetje se e jetova me këtë eksperiencën time. Dhe përveç kësaj, kur bëheshin testet, nuk e di tani në 1-3 muaj, 6 muaj si ishin detyrat më që me gjitha 9-ta, 10-ta, kupton 8-ta, sepse interesojnë që ta mbajnë ekselencën, themi, private lartë, thjesht për faktin që studentët që dalin nga X shkollë private ose universitet privat janë ekselent. Duke qenë se materiali që kanë studiuar është shumë i vakët dhe mënyra që... Tani liri themi gjët... Prandaj të pyeta si është kur mora... Shtremi flasim drejt. Universiteti jonë ka mbledh nga pedagogët më të mirë. E para. E dyta, mësimi i ngarkuar shumë në një kohë të shkurtër nuk është i shëndetshëm. Po, kontraproducent bile. Dhe është i dhunshëm. Do me thonë, unë
atyre vlerësimi kryesor nuk është se sa e din lëndën në thellësi. Po sa sostancë kanë marrë? Për mua, vlerësimi kryesor është se si përdorin eksperiencën e vetë në arsyetim, din të logjikojnë dhe bëjnë edhe një tekst që nuk ka gabime, se ti mund të shkruash, po kur shkruaj me gabime ortografike, më thonë, kur ka një logjik të shëndetshme, një arsyetim, ky student ka perspektivë që të rritet edhe vetë. Këtë shikoj unë si është bima në përgjithësi. Potenciale. Po, e dyta, ambientet ku rrim janë nga më luksozet, në kuptimin që ke ngrofjen 24 orë, ftofjen, ke aparaturat për të hapa, po, ke një kafe komode me koltuqe që edhe mund të shkrydhesh e të bishë dhe në gjumë aty poshtë në katë parë. Gjitha këto e bëjnë si një shtëpi dije. Nuk është kështu institucion që ti shkon edhe futesh nga i koridori akademik ose i ftoftë edhe do shkosh në klasë. Jo. Që ke dera fillon një marrëdhënie ngrohtësie intime. Tani, problemi i studentëve është ky. Kur kanë një hall ose një gjë, nuk fillojnë me trokit. E mbajnë brenda deri. Edhe nuk e di se si. Unë në fakt jam e vetmja pedagoge dhe gjej rastin këtu t'ja them dhe tjerëve që e kam pas bë, po tashi përpiqem që me shënime të mbaj vetë në klasë. Kam kërku gjithë listë emailin dhe numra kontaktit të studentëve. Unë jam fare, në herë kur studenti ka problemi që nuk paraqitet se ka një hall, shkoj kërkojmë Facebook. A i thotë zysh, unë kam një hall, thotë nga Facebooku, kam një hall, thotë edhe kështu nuk e di a do hy këtë provim. Hajde, merë atë që ke për të marë materialet, hajde t'i bëjmë konsultat në orar tjetër, mos e lëshova këto. Kam ndihmu shumë. Por edhe më kanë ndihmu në një mënyrën që janë përgjigj me gjithë shpirt. Jo, prandaj të pyeta. Isha shumë kërështar të dija këtë gjë. Në Shqipëri, ndryshe nga bota që njerëzit nuk kanë skrupuj, në Shqipëri duhet ta ndjekësh pak studentin sepse ka shumë turp. Këtë kam kuptu. Ka shumë ndrojtje, shumë i kufizuar. Edhe kështu kisha i rast fundit me një 3-4 veta që kisha çu aty në fakultet, nuk më kishin njoftu për sa vështirësia që kishin. Ku jeni, thash, unë deri tashi. Po na vinte zor. Po unë vetë ju çova, si ju vinte zor, kishin një problem. Domethënë gjëja kryesore është rrjeti i komunikimit. Nëse kjo ndodh, nuk ngel njeri jashtë loje pastaj. Mirë po, ka dhe mendim që ne nuk e kemi në fushën tonë këtë punë, ne kemi vetëm e dhomësim. Nuk duhet merremi me këtë gjë. Po kush e bën i shton një pse shumë të madhe vetes në raport. Jo, po është ajo e Heideggerit, ne mahemi te ajo që na mban. Sa e bukur është. Ne mbahemi te ajo që na